Mateo ka folur sërish hapur për raportin e tij me Brikena Selmanin, duke u përpjekur ta sqarojë edhe një herë situatën përballë Kristi Lamaj. Banori ka theksuar se ajo që është thënë deri tani nuk pasqyron plotësisht të vërtetën dhe se marrëdhënia mes tij dhe Brikenës ka qenë më e thellë se sa thjesht disa mesazhe të shkëmbyera rastësisht. Sipas Mateos, raporti i tyre ka kaluar përtej komunikimit virtual, pasi ata kanë mbajtur kontakt të vazhdueshëm jo vetëm përmes mesazheve, por edhe përmes telefonatave dhe videove. Ai shtoi se janë takuar disa herë dhe madje kanë shkëmbyer edhe puthje, duke e cilësuar këtë si një marrëdhënie reale dhe jo diçka sipërfaqësore. Megjithatë, Mateo u shpreh i rezervuar kur vjen fjala për të dhënë më shumë detaje, duke theksuar se nuk i takon atij të flasë në emër të Brikenës. Ai tha se nuk dëshiron as të dalë mashtrues dhe as ta nxjerrë atë në një dritë negative, por theksoi se pavarësisht asaj që ka ndodhur mes tyre, raporti nuk i ka pëlqyer dhe nuk ka funksionuar. Nuk kemi shkëmbyer vetëm 4 mesazhe. Unë kam thënë një version nga fillimi deri në fund. Nuk flas dot unë në emër të asaj. Unë nuk dua të dalë mashtrues as ta nxjerr keq, por nuk më ka pëlqyer, u shpreh Mateo gjatë bisedës. Ai shtoi mëtej se bëhet fjalë për një marrëdhënie që ka ekzistuar realisht, por që nuk e sheh të arsyeshme ta diskutojë në detaje, sidomos gjatë praimit. Sipas tij, nuk ka asgjë për të fshehur, por as nevojë që gjithçka të thuhet me zë të lartë, duke lënë të kuptohet se disa gjëra preferon t'i mbaj private. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.